Kapitulli për mjedisin është konsideruar më sfiduesi në procesin e integrimit europian. Në këto kushte, investimi që do të kryet në zonën e Zvërnecit, a do të jetë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e mjedisit, duke patur parasysh se zona është peizazhi i mbrojtur kategoria e 5. Faleminderit. Po mirë tani, çfarë pyetje është kjo? Sepse unë besoj që kjo pyetje përgjigjen e ka brenda. Si mundet ne të bëjmë një projekt i cili është një projekt në një peizazh natyror dhe të mos respektojmë standardet e Bashkimit Evropian. Si bëhet kjo? Kjo ka një mundësi të bëhet po, që ne të mbyllim procesin me Bashkimin Evropian, të themi faleminderit shumë, ne do shkojmë me Kinën, edhe nuk do merremi me këto në thonjza cicmisët tuaja, por ne nuk e kemi këtë alternativ, e kam thënë dhe përsëris. Dhe ja them këtë të gjitha atyre që hera herës thonë ç'na duhet Europa plak, ç'na duhet Europa, është ajo fjala tjetër, e dini ju, etj, që ajo Europa plak është e vetmja që na duhet ne. Të mendosh për një alternativ ndaj asaj Europe, duhet pranosh që ka një alternativ ndaj lirisë individuale, duhet pranosh që ka një alternativ ndaj sundimit ligjit, dhe duhet pranosh që ka një alternativ ndaj bashkimit që bën fuqinë. Unë nuk mendoj që këto alternativa ekzistojnë. Dhe natyrisht që për të bërë pjesë e kësaj familje, duhet të sillemi korrekt sipas standardet e asaj familje, jo për ata, po për ne. Presidenti ka qenë kryeministri më i suksesshëm i Portugalisë mbas luftës së dytë botërore. Dhe është njeriu që mund t'ju tregoj shembuj pafund se si gjithë ato tensione dhe gjithë ato dhimbjet që krijoi procesi i futjes në Bashkimin Evropian për të reformuar vetveten, u kthyen në mirësi dhe në sukses për atë popull. Por natyrisht që ne duhet të ecim dhe ne këtu bëjmë dhe Ramazan, se këta në Portugali nuk bëjnë as Ramazan. Ne kemi gjithandej atë thirrjen pas dhimbjes vjen lehtësimi. Apo jo. Kështu që pa dhimbje nuk ka. Do t'i bëjmë këto gjëra. Kurse projekti jo vetëm që do jetë në standarde europiane, ambicia ime është dhe ambicia që unë ndaj me bashk investitorët që janë aktualisht dhe bashkëpronarë sot atje që t'jemi shumë të qartë, është që ne të bëjmë një projekt që t'jetë model, që t'jetë një nivel edhe më i lartë se sa Costa Navarino, sepse kemi që atë mësojmë prej tyre, janë disa laguna në Francë që janë me të njëjtat karakteristika si laguna atje. Dhe janë destinacione turistike të nivelit më të lartë. Dhe kanë komunitetet më të pasura të Francës rreth tyre. Për shkak të tyre. Patjetër që ka pasur edhe eksperimente ose projekte që kanë sjell dëme. Nuk po përmend vendet Bashkimit Evropian. Janë të gjitha në dosjen e studimeve që po bëhen. Sepse në një lagun X, në një vend tjetër, jo në Francë, ka ndodhur një sër pasojash shumë të rënda për biodiversitetin. Kështu që arkitekt nga më të mirë të botës, inxhinier nga më të mirë të botës, të hidro, të mjedisit, të gjithë spektrit të problemeve nuk mundet do të mblidhen gjithë bashkë, së bashku me ata investitorë, dhe kompania Power Holding që ja u kam dhënë si adresë është kompania që ka bërë rezozhet më luksoze në Maldive dhe në vende shumë të brishta, nuk janë mbledhur që të vinë këtu të hedhin beton edhe të shkatrojnë biodiversitetin. E vetmja gjë që mund të bëjnë, po që këtë nuk kemi se si ta shmangim, është që
shkatrojnë nervat dhe të shkatrojnë komplet imazhin e Sazan Gurit me shok. Po këtë nuk kemi se si e shmanim dot. Se lek për Sazan Gurin ata nuk kanë, që t'jemi të qartë.